Ashtu siç edhe e dim neve, pejgamberi alayhis salatu wassalam në hadithin e shënuar tek Sahihu i Buhariut, fillimisht e ka ditë natën e Kadrit, pastaj për shkak të një ngritje të zërit mes sahabëve, Allahu xhalla shanuhu e ngriti dijen e kësaj nate dhe duli pejgamberi alayhis salatu wassalam në xhami prej shtëpisë vet dhe tha Allahumma sul apo ma solli informacionin natës Kadrit, pastaj për shkak të ngritjes së disa zërave, domethënë e largoi këta, kërkojnë në 10 netëshin e fundit në netët tek. Këtu i kemi dy mesazhe, të dyat janë të dobishme edhe pse mund të mendoj dikush sikur ta kishmi ditë më saktë ti kishmi dhënë zër apo ti kishmi dhënë gaz, siç themi neve, me ibadet pa unal. Nga ona argumenteve dytësore, ne validojmë më shumë nata e Kadrit është në natën 27, por argument të prerë normal nuk kemi të formës së prerë. Por dy dobi e para, dobi që po du me nda normal me teleshikues më shumë se sa me vllazit hoxhallar këtu të cilët e din këtë dobi, është se nëse dojmë na me pas bereqet në dije, njëra prej sebepeve që duhet jemi të kujdesshëm është të mos ngritmi zërat dhe të mos armiqësohemi mes vete. Ta dojmë njëri tjetrin për hir të Allahut azza wa xal, të gjithë si popull, në veçanti pasaj si besimtar, akoma në veçanti më tepër edhe si po e quaj kështu misionar të këtij dini të Allahut xhalla shanu, sepse në momentin që hyn përçamja, urrejtja, armiqësia edhe humb sinqeriteti, atëherë normal që Allahu xhalla shanu ka me largu edhe bereqetin prej asaj dije, sepse dija nëse nuk shoqërohet me devotshmëri, nuk ka dobi prej saj, thjesht mbetet vetëm llafe goje e cila nuk depërton në thellësinë e zemrës së sinqeritetit. Prandaj edhe i këshillojmë sidomos nxënësat e ri të cilët mësojnë të gjitha shkencat, në veçanti ato islame, që një prej sebepeve që Allahu më ju dhon bereqet është që mos u armiqësonin mes vete, mos krijoni urrëtie, përçamje etj, sepse Zoti xhaleshanu edhe sahabëve u ngriti për t'ju dhënë mësim atyre dhe neve këtë njohurinë e kësaj dite. Domethënë që është por nuk domethënë që non stop është 27-ën, por mundësia nëse një vjet është 21-ën, vitin tjetër 23-ën, atëherë 3-4 vjet mund me kanë 27-ën. Por gjithsesi, mshefja e kësaj, dobia e dytë është që neve të mos bëhemi ymmeti demel, por ymet i punës, i gjallënisë dhe i përvjeljes së krave, ashtu që ka lënë Allahu dhe marrjen e sebepeve, ku na dim edhe te caktimi i Allahut. Zoti çdo sa ne ka ndijen e vet dhe në caktimin e vet, por na ka obliguar me i marr sebepet. Fa idha azamta fatawakkal ala Allah. Kur të i marr sebepet, kur angazhohesh, gjitha punët i marr, i planifikon, pastaj mbështetet te Allahu. Edhe kjo, të mundohemi që të bëjmë ibadet, sepse nëse më i dashuri i Allahut dhe zotriu njerëzimit janë aj këmbë duke u fal non stop gjithmonë, atëherë është e turpshme për neve që vetëm një natë të veçohemi me ibadet, edhe të mendojmë që u kry. Prandaj mesazh të gjithë vëllezërve dhe motrave që ani sot bani ibadet, por asesi nuk është e udhës që në net të tjera më thon hoxhallarëve, vallahi zgate pak taravin hoxh. Domethënë të gjitha netët të angazhohemi deri në maksimum. Zoti na përmirësoft.